Krye Televizion dhe e nisim këtë edicion me ngjarjen e fundit. Ne ishim në raportime dhe pak minuta më parë lidhur me ngjarjen e rëndë që ka ndodhur në Dukagjin të Shkodrës, ku 2 persona kanë humbur jetën dhe një tjetër ka mbetur i plagosur. Bëhet fjalë për Babe Bir, Lek dhe Prel Gjoka, të cilët ndërsa plagosur ka mbetur një person me inicialet LB, ndërkohë që ngjarja është regjistruar pas ditën e kësaj të dielën rreth orës 17:20 në fshatin Mgull të njësisë administrative Pult në Dukagjin. Bëhet me dije se i plagosuri është transportuar, e ka konfirmuar këtë edhe policia e Shkodrës, në spitalin e Shkodrës vetëm pak minuta më parë. Këto janë informacionet që dim deri në këto momente. Të tjera detaje, nëse i ka mësuar, i raporton tani kolegu Denis Bajraktari. Denis, përshëndetje. Edhe njëherë tjetër, duke pasur parasysh largësinë e zonës nga Shkodra, sigurisht që detajet besoj që janë ende të pakta, po çfarë dihet deri tani? Fakt mbeten ende të paqarta arsyet apo motivet që kanë quar në ngjarjen e rëndë në vrasjen e 2 fisht për saksin, bëhet për viktimat Lek Gjoni dhe Prel Gjoni, Babe Bir, të cilët janë ekzekutuar pra me armë zjarri, dyshohet me Kalashnikov, pas ditën e sotme rreth orës 17:20 në fshatin Ngull, njësia administrative Pult, një njësi tepërthellë malore në zonën e Dukagjinit të Bashkisë së Shkodrës, ndërkohë që nga ana tjetër ka pasur një përditësim për sa i përket të plagosit, pasi fillimisht u raportua nga policia si plagosur shtetasi Alex Preka, por në fakt policia ka njoftuar se pasi ka mbërritur i plagosurin në spitalin rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmën mjekësore, bëhet fjalë për shtetasin Lazar Bashi. Pra i plagosur rënd ka mbetur shtetasi Lazar Bashi, ndërkohë që të viktimat janë Lek Gjoni dhe Prel Gjoni. Policia është përsëri ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe po grupi hetimor nga ana tjetër po e thon për shkaqet, pra siç e thash, ende mbeten të paqarta shkaqet apo motivet që kanë quar në kryen e këtij akti tepër të rënd në zonën e Dukagjinit. Ndërkohë që mbetet për të parë edhe gjendja shëndetësore që do të jetë e plagosurit, pikërisht pra Lazar Bashi, pasi fillimisht u raportua për gjendje të rëndë të këtij të plagosurit. Lazar Bashi, nuk dihet ende nëse viktimat dhe i plagosur janë përplasur me njëri tjetrin apo ka qenë dikush tjetër që i ka qelluar ndaj të treve. Nuk ka asnjë informacion. Jo, asnjë informacion. Pra edhe i plagosuri u ishte vëra një person tjetër, i raportuar fillimisht nga ana e policisë. Dhe tashmë raporto për një tjetër, pra ende janë paqarta arsyet apo rrethana. Nga komunikimet që ke pasur me spitalin e Shkodrës, Denis, të lutem, me çfarë dëmtimesh ka mbërritur i plagosuri? Ka detajet paktën nga spitali i Shkodrës, i cili është në qendër, pra është më i aksesueshëm? Po. Paktën deri tani raportohet në gjendje të rëndë shëndetësore dhe në minutën e vim ndoshta mund të kemi më shumë detaje rreth si do shkojë pra edhe gjendja shëndetësore e plagosit pikërisht e shtetasit Lazar Bashi. Dakor, Denis, rilidhemi të lutem sërish pas pak momente, sa po të kesh dhe pak më shumë informacion të paktën lidhur me atë çfarë dim për Lazar Bashin, për të plagosurin, sepse do duhet kohë derisa të mbërri policia në vend ngjarje për të mësuar më shumë nga vetë ngjarja dhe nga zona ku kjo ka ndodhur, nga fshati Mgull në Pult të Dukagjinit. Faleminderit, Denis. Ndalem dhe njërë tek informacioni që ka përcjell policia e Shkodrës në vijim të informacionit paraprak të dhënë pak më parë për ngjarjen në fshatin Mgull, njësia administrative Pult në Dukagjin, ku dyshohet se janë vrarë me armë zjarri Babe Bir dhe është plagosur një shtetas tjetër. Sqarojmë se në këto momente ka mbritur në spitalin rajonal të Shkodrës për të marrë ndihmë mjekësore shtetasi i plagosur LB dhe jo AP, siç u informuam në informacionin paraprak thot policia, për Lazar Bashi. Me mbërritjen e shërbimeve të policisë dhe grupit hetimor në vend ngjarje, si dhe pas kryerjes së veprimeve të para hetimore, do ju informojmë përsëri, thot policia, sepse është një zonë e cila ndodhet 2 deri në 3 orë larg, shikues të nderuar, nga qendra e Shkodrës, komisariati i cili pra ka në patronazhim të gjithë zonën, duke përfshirë këtu dhe Dukagjinin, është ai i Shkodrës, është Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës, e cila ka nisur efektivët e saj, grupin hetimor drejt vendit të ngjarjes, dhe do të presim derisa të kemi të tjera detaje. Si lidhur me atë çfarë ka ndodhur,